Dhe si që paralajmëruam, është koha që të kthehemi në studion e Radio Dukagjinit. E kam kënaqësinë që sonte ta kemi afër vetes Diar Demajm. Diar, faleminderit shumë që je sonte me neve. Edhe në krahun tjetër trajnerin Emin Bajrami, trajner, faleminderit shumë që je sonte me neve. Faleminderit edhe juve për ftesën, me kënaqësi. Shpesh flasim për gjeneratat e reja trajner edhe rëndësinë e rritjes futbollistëve të ri. Një nga ta është edhe Diari që sonte na vjen në studio. Po tek me Diarin ke punu që një kohë nga afër. Për çfarë lloj futbollisti po flasim? Po me thonë drejtën, është fjolla për një futbollist shumë perspektiv dhe shumë premtues. Unë me Diarin punoj, domosdoshmë është viti 7 radhazi që punoj në mënyrë individuale. Domosdoshmë çdo herë që vjen Diari pe pushimeve pe Gjermanisë, aty ku jeton dhe bashkëvepron, domosdoshmë gjithmonë sa është pushim këtu një muaj, gjithmonë domosdoshmë mirë me Diarin, ka elemente shumë të mira edhe parametrat sipas mendimit tim që shumë e kam vlerësu, është lojtar qendër sulmues, e ka gjatësinë, e ka atë intuitën e sulmuesit, e ka atë gjakftoftsinë. Or me fort e Diarit, sa në ku mujt domosdoshmë me vërejt se gjithmonë jam shumë ofertina, është i ka goditjes shumë të forta, domosdoshmë të forta dhe precize. E ka çmonë në situatë një kundër një, pa kurrë problemi, domosdoshmë e bën zgjidhjen domosdoshmë në kohë të caktuar. E ka një hap shumë të madh, për mua është një lojtar aerobik, për ata thash domosdoshmë që është tipik qendër sulmues, sepse edhe është i fuqishëm, din me ru topin, domosdoshmë din me lu me shpinë, din me lu atë topin e dytë që është shumë me rëndësi në futboll ti e din. Një element shumë interesant kur e përmend aerobikun, se zakonisht ata që luajnë në qendër sulmit janë i mësuar po më ngadalsh, më klasik. Po. Këto e bën më të çon fakti që është shumë i lëvizshëm. Po, është shumë i lëvizshëm. Është shumë i lëvizshëm edhe din domosdoshmë është shumë i zdërvjell, domosdoshmë sidomos në fazën kur është afër 16 kundërshtarit. Aty di me bo zgjidhjen. Po them se unë vetë kum luajtur qendër sulmues. Domthonë këtë karrierën e kum luajtur çat pozitë, edhe Diari ka atë tipore, e them me bindje të plot. Diar 7 vjet ke punu me trajnerin Emin. Çush është me punu me trajnerin Emin edhe sa të kanë ndihmuar realisht? Me Emin Bajramin është shumë një trajner i mirë që më ka ndihmuar tepër atje në Gjeroni, kur më shku mi ka mësuar thymje, teknik, e shumë sende tjera dhe është një trajner shumë i suksesshëm dhe falenderoj Emin Bajramin shumë. A i pret me padurim pushimet kur vjen në Kosovë? Po, patjetër me atë Emin Bajrami këtë me ushtru. A është e vështirë me qenë futbollist, se në shumë të në raste nuk është që ki me marrë pjesë në evente ndoshta familjare, me shok, po dush me fokusu futbollit? Po, është pak e vështirë se ka shumë talente edhe tjerë, po do të punojmë shumë për me arrit diçka. Je largu si i ri me familjen nga Kosova, vetëm në 9 vjeçar ke qenë kur e largua. A mon mend diçka nga ajo periudha, po ke qenë shumë i vogël? Kam qenë pak i vogël, po. Dashnia për futbollin, ku të ka lind, po më intereson? Ka lind këtu, për shembull, këtu kena luajtur për Maholla sene, edhe tani më ka një zemër edhe kam dashur me vazhdu atje në Gjeroni. Cili ka qenë hapi i parë që ke ndërmarr ose ekipi i parë që ke shku atje? Kam luajt me JTFK Shpesator atje, kam luajtur nëpër turnira, tani kam shënuar shumë gola, edhe tani më ka pa Visburg FA 04, edhe kam bërë provë training atje edhe kam kaluar me sukses, edhe tani luaj atë. Një sezon para se me kalu te Wolfsburg, nëse zgabona, i pati diku 24 gola të shënuar. Po. 24 gola i kam dhënë sezon me Wolfsburgin. Sa je i kënaqur me Wolfsburg? Po, me Wolfsburg jam shumë i kënaqur sepse edhe me lojtarë tjerë më kanë respektuar Kate si në fillim si tash, edhe i ndihmojnë njëri tjetrin sa që kena mundësi. Po dhe se bashkëpunimi edhe sjell tani kontributin gol. Po, vallai është shumë. Cila pozitë ty të flan më shumë? Cilën e ki qef më shumë? Në sulm, maj, djath, qendër, apo se ki... Se kam fort problema, mas mirë të luaj on e majt. Onën e majt? E kam qef, po. E djatha finishi? Po, edhe djatha, po. Trajneri, që janë raportet e tua me trajnerin Wolfsburg tash? Shumë mirë, jena shumë në rregull me ta. Po, është
Të ka trajtu mirë deri tash. Shumë trajner i mirë, po. Ka qenë lidhja me Diarin fillimisht? Po me babën e Diarit jemi rrit zbashku aty në Hajvallin. Shok. Po, kemi qenë shok edhe në shkollë kemi qenë bashkë, në shkollën e mesme, tani ndërkohë mu ka lemru, e ka ditë që jam të mirë me zënë e trajnerit edhe ka pas dëshirë me pru të ënë. Viti por ka qenë pak çmonë ka hezitu pak se ka ditë shamull. Po, ma shumë njoftues. Po, kur kena punu me Diarin, se ma shumë kom punu me Diarin teknik, se kom po që ka pak mangësi aty të teknika, kena punu shumë, ma shumë kena punu teknik, edhe u përmisu shumë teknik. Është viti 7 që punoj me to, po tash e kom po edhe dje kur kesh se ky ka qenë i ftuar edhe në kombëtarin e Kosovës, që 3 ditë ka zhvilluar ndeshje me kombëtarin e Kosovës U17. Po, U17, po. Edhe kom po që lojtar shumë kreativ, lojtar shumë I ka kap ato që po, sidomos në vrej, na em se e di çka kom punu me to. Po, për mua është kënaqësi shamull kur lojtari është inteligjent dhe i kupton çfarë. Po, çfarë shamull qysh kur e ka topin pronësi, qysh duhet me kalu lojtarin para se me orë lojtari, distanca. Ketë këtu i ka kuptu edhe djem ka befasu shumë për të mirë se e po që ketë ato elemente i përdërk edhe në loj. Edhe që kjo është esenca çka të punoj dësh me punu shamull që shpunoj me Diarin, gjithmonë punoj në situatë lojës. Sakt. Nuk ka nevojë me punu shumë qëndrueshmëri me Diarin se na e dina që edhe atje në Gjermani ku luan I kryen ato pa problem. Po, ku luan atje në Wolfsburg, ata njihen për përgatitje fizike. Por mua më rëndësi është shamull finishi, finalizimi, përfundimi i aksionit, që kjo është shumë e rëndësishme për Diarin. Diar, a është ëndër me vesh fanellën e Kosovës? Po, është një ëndër shumë e madhe, po shpresoj që një ditë të luaj për Kosovën, por nëse do të më thirrte për shembull edhe Gjermania dhe Kosovën, ta zgjidha gjithë Kosovën sepse jam i Qysh kanë qenë këto 3 ditë për ty me Kosovën U17? Po, ka qenë shumë mirë, kam pa shumë lojtarë tjerë, talenta tepër shumë, edhe kena kalu shumë mirë. A keni zhvillu edhe ndeshja, a keni pas vetë stërvitje? Po, kena bërë ndeshje me Sveti. Qysh je ndoj kënaqur me ndeshjen? Po, shumë i kënaqur, edhe me lojtarë të tjerë, edhe me ndeshjen, me trajnerat, këtë u shku në rregull. Krejt të folsh, sjep. Po. Ky talenti jot ka zgjuar interesim përpos Wolfsburgut, ka zgjuar interesim edhe te ekipe tjera që kanë emër në Gjermani. Njëra prej tyre është edhe Hanoveri. Po, Hanoveri 96 ka ftu, kombati treninge e sene, i na halon kontakte edhe jam pak i ri aden, edhe tani sigurisht tani kontratën s'u ofrojnë tash shkoku i moshës. Po. Qysh kanë qenë ato ditë edhe sot ka pëlqyer përvoja me Hanoverin? Po, atje ka qenë shumë mirë, ka qenë disiplina e madhe, ka qenë treninget, kanë qenë shumë mirë, edhe lojtarët gjithashtu kanë respektuar këtë edhe kanë shumë mirë atje. Kam pa atje lojtarë shumë të fuqishëm, edhe po. Qysh të ka dukur për herë të parë kur ka thirrë Hanoveri? Po, është një Se interesant. Po, shumë interesant, është një ç'më thon. Ndjenje veçantë. Ndjenje shumë e madhe aty. E te Kosova kur e ke kuptuar që kime qenë pjesë? Po, jam gëzu, halo ma shumë se është shteti jam edhe këtë jam rrit. Po. Se kemi plot sportist që verën preferojnë edhe me pauzu një pjesë. Po sa është e rëndësishme që ky aktiviteti gjatë periudhës verës. Mos me ndal aktivitetin komplet. Po shumë rëndësishme sepse për me mojt formën sportive normal çdo lojtar pas një përfundimi të sezonit dihet se ka nevojë për një regjenerim, edhe trupi ka nevojë për një regjenerim. Mirë, po nuk duhet të jetë pushimi shumë i gjatë, nuk preferohet me kon pushimi shembull një muaj ditë. Se bjen. Jo, bjen, bjen forma, nuk e ki mat performancën që ke pas gjatë kampionatit. Diari gjithmonë kur të vjen, gjithmonë e preferoj me pushu një javë ditë, i them del pak pusho, shko te kujki aty se bepet, knaqu, shko ndaj pushim.
mas një ove do maksimumi mas 10 dite duhet me fillu me seanca stërvitore. Sepse është shumë e nevojshme për me mojt atë formën që ke pos formën optimale, duhet me fillu me stërvitje. Edhe do aty stërvitje nuk janë shumë ngarkesa, mirë po... Sa është mbajtja tempos? Po, kështu që do një orë 15 minuta preferohet gjithmonë me kon aktiv. Sa. Te futbolli i kombëtarës A të Kosovës, a e kine një prej futbollistëve kështu pak më të pëlqym? Si? Te kombëtarja Kosovës, te A-ja, a e kine një kom prej futbollistëve kështu që të pëlqen më shumë? Edan Zhegrova më pëlqen shumë. Edan Zhegrova? Po. A e ke pa golin e tij që dha tash kundër Chelsea-t? Po, e ka dhënë super ka. Edhe në Gjermani e ki edhe Fisnik Aslan. Fisnik Aslan, edhe ai është shumë një lojtar i mirë. Tash pjesë e ekipit Leipzig. Kush është prej sulmuesve evropian ose botror që ti e ndjek kështu ma me qef ose dëshon me mësu prej tij? Po, më pëlqen Robert Lewandowski, se ai para gols, domethënë është shumë i qetë edhe e jep finishin pa problem. Robert Lewandowski. Po. Trajner, përpos stërvitjeve individuale, ju e posedoni në shkollë të futbollit, me cilën merreni vazhdimisht. Që ka emrin edhe qysh po ecë puna? Është ofër një vetë, domethënë që kom themelu shkollën e futbollit Hajvalia, janë ofër 200 futbollista. Është të shku shumë mirë, i kam angazhuar edhe 4 trajnerë tjerë, sepse me 200 futbollista nuk është e pamundur me punu, po dëshira e prindve është gjithë ata futbollista që në nëmbrejnë në shkollës tonë me punu të one, edhe po mundu na mjo shpjegu prindve, që këta trajnera që i kam, kretë punojnë me program të Min Bajramit. Absolutisht. Po, se cili prind, nuk e di, dyqysh e kanë morë si ju ka fiksu që në qofë se së është trajneri e mirë, për largoj për qenë tjetër në shkollë. Me të thonë drejtën e kena shumë talenta në shkollën tonë, i kom një 3-4 futbollista që i kom piketu, që unë po besoj që në tarë në qofë se vazhdojnë me punë, kanë me na bo krenar, jo vetëm mu si trener i shkollës, po kanë me bo krenar gjithë Kosovën. Është një Sovran Gjimshiti, ma në men këtë amen, ju premtoj që për një kohë shumë shkurt ka me konë 1 Mirlin Daku i dytë. Sa vjeçar është? Është 14 vjeçar. Unë e kom pasë ju e dini edhe Mirlin Daku, mirë po ky djalë është i paparashikueshëm. Për 5-6 loj i ka dhonë në ofër 20 golla, është një djarë si Arina, super lojtar me tipore djarit këtu që e kena. Edhe emrin e pasan një. Po. Edhe është një lojtar shumë shpërthys, një lojtar që premton shumë, është një Risla Pashtica, është një Milos Regjepi, një Milot Vitia, mos t'i përmeni gjithë mirë, po jena duke marrë pjesë edhe në këtë turnirin Prishtina Tournament. Po. Domthonë sot kena fitu edhe ndeshjen e tretë, edhe jena kualifikuar në gjysmëfinale. Por mua është një sukses shumë i madh, që ofër 9 muaj domthonë që kena formuar shkollën, edhe me bë këtë sukses, domthonë çdo ndeshje, edhe që po luajmë ndeshje miqësore, shembull me shumë ekipe, mos t'i përmeni, domthonë shumicën e ndeshjeve i kena fitu. Paramendoj me një hipotezë, domethënë 200 fëmijë angazhon futbolli largon prej qoftë prej telefoni, qoftë prej. Me thon drejtën, ai është numër rekord. Është numër rekord për Hajvali. Një vjet. Për 9 muaj. Jena të ful po, për 9 muaj. Wow. Po si jes bosh që i kena edhe do talenta shumë të ri, është një Unik Berisha, që mu çmonë ma ka marrë zemrën, është vetëm 8 vjeçar, është një Reon Goshi, është një Donard Goshi, talenta ka 8 vjet. Na unë ju mbefasu. Ata nuk është që unë i kum mësu, se ata janë shumë të vegjël. Sa? Mirë po me po çfarë talenti, është talent i lindun. S'ka ma knatësie. Po, na me thonë drejten e kem pak një problem, sepse fusha ku na ju ushtrojna është fusha e re që ka ndërtu komuna e Prishtinës. Prishtina e re aty e ka një përparësi se ka ekipen e parë, mirë po na i kena determina që është zhvop shumë e madhe. Pe orës 1 deri në ora 3 na i kanë caktuar. Ja, shumë. Na duhet me pas një mirë kuptim, sepse ju e dini që unë më konë themelus edhe te
tek Shkëndia. Te Shkëndia, që kjo Shkëndia është Prishtina e Re. Sakt. Edhe unë kam shumë respekt për, sidomos për familjen Paculli, se unë jam rrit me ta, jam rrit me Rusën, jam rrit me vllajën e tij Rohen, me gjithë ata, edhe kisha pas shef me gjithë një mirë kuptim edhe pja interpretojnë shembull presidentit Rustem Pacullit, pja interpretojnë shumë fjalë vetëm sa me nxit që mes me pas një mirë kuptim. Është e papranueshme është, të them me shumë sinqeritet, shembull një ish futbollist si Emen Bajrami që ka kontribuar shumë këtë futbollin e Kosovës, ku mlu domosdoshmë edhe futbollin profesionist jashtë Kosovës, edhe me pas kësi mosmarrveshje. Edhe ata kanë shkollën, unë kam bisedu, kam shumë respekt edhe për Samin që është drejtor sportiv. Kum dalim taku, i kum thonë duhet me bëni mirë kuptim se nuk mundesh, është vop e madhe kush dush. Ata mujnë edhe me thonë pse shembull çish po mundet me fol kështu, po është e papranueshme se sa fëmijë Fëmijët në ora një ditës. Që ta fëmijët të mi janë fëmijët edhe të Prishtinës trip, muj me thonë. Pse jo? Se nesër kur të rritin sta fëmijë, muj me lunë në kitë portë të Prishtina e Re, pa ku pa problemi. Absolutisht. Edhe kisha pas dëshirë me pas një mirë kuptim sa më shumë se është një shkollë shumë serioze, projektin e kam afat gjatë, edhe tash kena fillu e kam edhe një ofertë me pas një sponsor general, edhe i falenderoj do firma, këto ditë na kanë dhënë një ndihmë shumë të madhe, këtë elementet e punës, shembull çka ka pas nevojë, e përshëndes shokun Kadris Sjarina që ka një rëntakar, domon Djar Sjarina, domon ky shoki përmes shokëve të tjerë që i ka firmat na kanë ndihmuar shumë, por mua është ndihmë shumë e madhe, edhe jam me njës. Ka mbajt gjallë shkollën. Po, jam me njës gjithmonë. Sa kemi qëndru në Kosovë edhe kur fillon aktiviteti me Wolfsburgun tash në sezonin e ri? Këto kemi qëndru një muj, edhe sezoni besoj fillon më herët, po unë do ushtroj edhe këto edhe në Kosovë të përgatitëm mirë për atje, sepse edhe që tash na hyp lig Landesliga Bayern Luna, kena një ligë këgjat fëqeshëm. I një ngrit nivel ma lartë? Po, nivel ma lartë. Se kjo është rajoni i Bayernit, apo? Po. A është ma vështirë tash aty? Po, shumë ma vështirë se ka të ekipe shumë të fëqeshme, po duhet të përgatitim... Ani, ma mirë për ty, mi ullon golla ma shumë. Po. Djarë, falenderoj shumë që ke qenë sonë të me falenderoj edhe juve shumë, edhe Emen Bajramin që më ka suportu deri këtu, edhe... Uroj që të shohim në Bundesliga, fillimisht e tani ku dush, ku kisha. Për fund, Diori është super djallë, fantastik, një djallë me sjellje shembullore, një djallë shumë i edukum, klëmt ata prind që e kanë. Mirë po me Diorin ju mlidhe unë një mënyrë, do mos si me u lidhë familjarisht, e respektoj shumë se është shumë i dashur, gjithmonë do mund edhe kur të shkon në Gjermani, ju më kontakton, nuk ka mundësi mu i me shku, do mund pa ma boni telefon, edhe kjo për mua është knasi. Pasionia më e madhe për mua është shembull kur Diori nisër e shëtullu në lig kampionëve që ajo është knasia më e madhe. Absolutisht gjithmonë. Faleminderit shumë trajner. Ju uroj shumë sukses, shëndet edhe mbarësi. Faleminderit edhe ty trajner që gjetë kohë me qenë sonte me neve se u plotsu biseda, se te e njem nga afër cilësitë e tij edhe e plotson bisedën. Faleminderit shumë për prezencën Djar. Shumë sukses aty. Shkojmë me pak muzikë edhe kthehemi pas me lajmet e fundit vendore, nuk vonohemi shumë.